Jam pozicionuar tashmë këtu afër me këngëtarin e radhës, me konkurrentin në Shkodra Fest Hala, me këngën e tij Nxon jam, për të mësuar më tepër mbi karrierën e tij, ecurinë e saj dhe mbi gjitha për sa i përket këngës konkurruese këtu në Shkodra Fest. Përshëndetje Hala. Përshëndetje Mirjana. Më trego pak si po ndihesh këtu pjesë e Shkodra Fest? Ndihem shumë mirë. Besoj që kemi qenë të gjithë kënaqur. Ka pas atmosferë jashtëzakonisht shumë mirë. Për sa i përket emocioneve, si u ndjejt në përgjithësi, si ishin emocionet tua gjatë performancës këtu në Shkodra Fest? Emocionin nuk kemi pas asnjë, sidoqoftë si çdo artist në skenë. Për sa i përket muzikës, të referohemi pak a shumë, sa vite keni që merreni? Që 2 vite e gjys. Për sa i përket produksionit, kush e punoi këngën tuaj, domethënë tekstin, orkestrimin, muzikën, gjitha këto? Muzikën ka punuar Shkëmbim Eliu, tekstin Kreshnik Audio, sidoqoftë edhe për këngën menaxhimin ka qenë produksioni Gzimi. Është hera juaj e parë që merrni pjesë në një aktivitet të tillë apo keni qenë dhe herë të tjera në aktivitete të tjera? Kemi qenë herë të tjera në festival dhe çdo. Këtu në Shkodra Fest ka qenë hera e parë. Tani një përshëndetje për gjithë fanët tuaj që duan dhe kërkojnë që të votojnë. Përshëndes të gjithë shikuesit e Shkodra Festit. Përshëndes të gjithë që më votojnë mua. Një kënaqësi që të kishim këtu pjesë të Shkodra Fest, suksese të mëtejshme. Faleminderit shumë. Për të votuar Hala, dërgoni SMS-n tuaj, votën tuaj që është shumë e vlefshme për gjithë artistët në SHF Vend Bosh emrin Hala, dhe mesazhin dërgojeni në 50 120 për Shqipërinë. Ndërkohë që për Kosovën, Malin e Zi, Kosovën dhe Maqedoninë, mesazhin dërgojeni në numrin afishuar poshtë në ekran. Tashmë do të kalojmë tek një intervistë tjetër.